Komisioneri shtetëror i zgjedhjeve Ilirian Celibashi ka zyrtarizuar sot dhënien e mandatit të deputetit për Besnik Brahimi, kandidati i listës shumë emërore të Partisë Social-Demokrate në qarkun Shkodër. Ky vendim vjen si rezultat i dorëheqjes së Tom Doshit nga funksioni i deputetit pas zgjedhjeve parlamentare të zhvilluara në 11 maj 2025. Dorëheqja e Tom Doshit, një nga figurat qendrore të Partisë Social-Demokrate, u depozitua pranë Komisionit të Përkohshëm të Verifikimit të Mandateve në datën 12 shtator. Bashkë me kërkesën e dorëheqjes së deputetes tjetër të kësaj partie, Sabina Jorgo. Të dy ata ndonë se të zgjedhur në kuvend vendosën të mos e ushtrojnë mandatin e tyre, duke hapur rrugë zëvendësimit të tyre me kandidatë të tjerë nga lista përkatëse e partisë. Në legjislaturën e re të Kuvendit të Shqipërisë, përbërja parlamentare është ndarë si më poshtë. Partia Socialiste kryeson me 83 mandate, pasuar nga koalicioni Partia Demokratike dhe Aleanca për Shqipërinë Madhështore me 50 mandate, Partia Social-Demokrate me 3 mandate, Partia Mundësia me 2 deputet, ndërsa lëvizjet më të reja në politikë si Shqipëria Bëhet dhe Lëvizja Bashk kanë secila nga një mandat deputeti. Një element domethënës i kësaj legjislature është fakti se 71 deputet janë ulur për herë të parë në sallën e Kuvendit të Shqipërisë, çka tregon për një rigjenerim të dukshëm të përfaqësimit politik në vend, si dhe për një dëshirë të elektoralit për ndryshim dhe përfshirje të figurave të reja në jetën parlamentare.